Procesi i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian duket se po hyn në një fazë të re procedurale për grup kapitullin 1 themelorët, i konsideruar si bërthama e të gjithë procesit të antarësimit. Në dokumentin zyrtar të publikuar nga Këshilli i Bashkimit Evropian, ka futur në agjendën e mbledhjes së Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare, një pikë që lidhet drejt për drejt me Shqipërinë. Formulimi i përfshirë si një pikë e mundshme në agjendë sinjalizon se shtetet anëtare po shqyrtojnë miratimin e një pozicioni të përbashkët të përkohshëm të Bashkimit Evropian për grup kapitullin 1, i cili përfshin fusha kyçe si sundimi i ligjit, funksionimi i sistemit drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, të drejtat themelore dhe liria e medias. Sipas një burimi evropian atje të procesit, i cili foli në kushte anonimiteti, për Albanian Post bëhet fjalë për një hap me rëndësi procedurale që mund të konsiderohet si hallka e fundit për miratimin e draft pozicionit të përbashkët të Bashkimit Evropian për këtë grup kapitull. Bëhet fjalë për hapjen procedurale që do të çonte drejt miratimit të draftit të pozicionit përbashkët të BE-s për kluster 1, shpjegon burimi, duke sqaruar se procesi mbetet ende në koordinim mes shteteve anëtare dhe nuk është formalizuar përfundimisht.